Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Reze Dielli. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim, jemi drejt për së drejti në kuzhinën e Rezes tonë. Shpresojmë që dhe ju të keni njësur një ditë të bukur, me diell është jashtë. Shpresojmë që të keni menduar gjërat mira për të gatuar, siç ka menduar Albana sot, që do të na nisi ditën me një ëmbëlsirë. Me një shëndetlie. Me një shëndetlie. Atë shëndetlijen e traditës. Shëndet? E lë shëndetit. Dhe shëndetit, pa më tash do ta marr shëndetit. Jo tani fillojmë edhe marrim i çik peshë, është vjen dimri. Është dimër, është dimër, përgatitemi pastaj vjen pranvera. Është puna e rusha, ne jemi të marrë në dimër. Ne japim ushqimi tani. Ne nuk po gatuajmë çdo ditë ëmbëlsira, një herë që gatuajmë, e sjellim për ndonjë rast, në një sebeb. Mund të kemi një sebeb fundjavë, një fest me miqt, dhe do t'i përgatisim një ëmbëlsirë në shtëpinë tonë, një ëmbëlsirë tradicionale, siç është shëndetlia jonë me arra. Shohim pak se çfarë na duhet. Nga të mirat, nga të mirat. Çfarë ke mirat do thoni ju? Patjetër, këtu kam gjalpin dhe e holloj me vajin. Kjo është ato të mirat. Produktet e mira, produktet cilësore janë ato që ne na zbardhin faqen dhe normalisht edhe shëndetin. Hajde shohim dhe përveç gjalpit edhe vajit, çfarë përmban tjetër shëndetlia dhe arra, sigurisht që janë. Moj pema ushqimore, pema ushqimore, tash. I shohim pak. Ja dhe një arum këtu. 3 gota miell, 1 gotë sheqer, 2 lugë mjalt, 3 kokra vezë, 2 filxhan kafeje arra, 1 lugë çaji sot buke. Jemi tek 1 gjalp, 1 filxhan kafeje, filxhan çaji, ujë, 1 lugë gjelle kakao, 1 bustin vanilje. Do të përgatisim edhe sherbetin, i cili përmban 3 gota sheqer, 2 gota e gjysmë ujë dhe 1 limon. Bashkë me lëkurën, bashkë me lëngun, për atë aromën e mirë. Fillojmë me përgatitjen, kemi shkrirë gjalpin. 3 jaj gjalpit me vajin. Këtu kam sheqer, ujë, 3 gota sheqer, 2 gota e gjysmë ujë, dhe të kalojmë si dikur limon toz. Limon toz. Hop. Përsa e kam më përpara, sepse mua më duhet në momentin që është ëmbëlsira është e nxehtë, do t'i shtohet e ftohtë. E lë shumë pak, biles e fik, dhe jam shumë në rregull këtu. Kam arrat e sapo thyera, edhe shtoj vezët që e i kam punuar më përpara tash se. Tek vezët do ra bashkë me sheqerin. E largoj, opa. Ja. Derisa sheqeri të tretet. Dhe mos dëgjohet dhe ajo asgjë mos zhurma. mbetet. Aty do t'jetë prapë, po. Thjesht nuk duket, nuk ndjehet në. Ne shoh janë 2-3 karafila se nuk më bë asgjë, thjesht do t'i japi një ndryshim arome. Karafila tek sherbeti. Po. Ujë, sheqer, limon. Po të shtojmë edhe kanellën, shtojmë, po karafil të japi. Po. I ngjason shumë aroma, i ngjason tash shumë. Po i ngjason, po. Po janë në një familje, i përshtatet. Do të shtoj sod vanilje. Po të doni ju, unë zgjodha këtë që kam dhe e di që gjitha visat e ka në shtëpi, mielin për çdo lloj përdorim. Normalisht ju keni farina hap, e keni me limon, e keni me portokallë, e keni me fare, e keni me vanilje. Por me që unë shtova vanilje, zgjodha këtë, mielin, e kisha të hapur, të them të drejtën. Opa. Janë duar të harta. Shtoj. Dhe kakao. Kakaon. Një kakao përgatim që me zi e përfshin pjesa e... Po shtoj edhe ujin. E lëngësht. Edhe jam më kollaj, e kam më të lehtë për ta shpërbër. Pra vezët 3 vezë. Tani nëse ju gënjehet mendja, edhe për të keni ato vezët për tavën që ne kemi, na duhen. Do dhe 4, Po. Dhe në varësi të vezës, masisë vezës që ju keni. Shoh që deri këtu jam shumë në rregull. Shtoj masën tjetër që kam vërtet një gotë.
kam masën e gjalpit. Një gjalp i tretur, nuk e larguar shkumën nësa i ka, dhe është akoma dhe më i mirë. Që mos keme problemin e shkumës, vendosim vajnë. Pra ndaj, dhe jo më kotun me këto parantezat. Pra, nëse ne kemi problem të gjalpi, për shembull, dhe nëse ne kemi vendosur në ngrirje, gjalpi në ngrirje përdoret në disa gatime, po jo këtu, jo në këtë ëmbëlsirë. Zuam ne do të lëshoj pjesën e ujit gjalpi, patjetër, sepse nga qumshi është krijuar. Atëherë shtojmë vaj dhe bëjmë atë balancimin e duhur, që japim shijen, japim edhe atë pjesën e katifent. Le të shtoj miellin. Dhe jam shumë e sigurt tek mielli, prandaj dhe nuk përdor fare sitim. Sepse është imët fare. Është imët, është i pastë. Prandaj dhe thot për çdo përdorim. Edhe të ëmblat, edhe të kripurat, edhe për byrekët, biskotat. Kur duam një brum akoma më të plot për picën, për shembull, për një focacce, është ai lloj tjetër, mielli për pica, i specifikuar. Por në gatimet të tjera të zakonshme që përdorim në familjet tona, është mielli për çdo përdorim. Kur ne themi për shembull, masën, tu do ta luajmë një çik tavën? Gotën. Pra me atë gotë që unë filloj e marr të gjitha produktet, me atë filloj dhe me atë mbaroj. Do të shtoj mjaltin. Dhe këtë pjesën tjetër, ja bashkangjisim edhe shërbetit. Dhe shërbeti. Nuk më duhet më që unë ta vendos në nxehtësi. Thjesht e kam fikur dhe e lë që të bëhet shkrirja natyrale, jo e përshpejtuare e mjaltit. E të gjitha këto mbarova. Do të transferojmë tani masën e kremit në një tepsi, në një tavë dhe përpara se të bëj transferimin, bëj coptimin e arave. Të gjitha? Pak se i kam shumë. Një pjesë do ta lë për pjesën e jashtme, kur ta shërbetos, dhe këtë pjesën këtu, nuk dua t'i griti bëjt holla, sepse dua të kem të ndjej shijen e arës. Po. Pra nuk i kaloj në blender, por në thik. Krahas shijes dhe kombinimit shumë të mirë të bazës së brumit për shëndetlien edhe arrave, duke ditur tani vlerat, benefitet që kemi nga konsumimi, përdorimi i tyre në kuzhinën tonë, pse do thuash ti shëndetlia, baklavaja, që kanë këtë sherbetin, që kanë sheqer, i shtohet edhe ara, sepse ara ka atë funksionin për të ekuilibruar, stabilizuar sheqerin në gjak, duke qenë se këto janë kaq të ëmbla, duke i shoqëruar me arra dhe duke konsumuar dhe më përpara arra, nuk na bie rënd ajo shëndetlia. Shtoj këtu që t'i vi më lehtë. Opa, ja. Po çfarë rënd, po le të vi rënd me se ëmbëlsime sherbete. Jo, unë jam kundër sheqerit. Një nga vrasjet më të mëdhenj në këtë planet është sheqeri, nëse ne e teprojmë. Atëherë ne po flasim për receta tradicionale. Patjetër, ti shtove edhe pak mjalt, ke shtuar edhe pak sheqer. Faktikisht janë të rënda, sido që ta themi. Por, që të duhet të ekuilibrojmë, është e mirat mirave. I fus një përzierje shumë të mirë. Se ne të dyja e dim shumë mirë që s'mund të themi hani sheqer, absolutisht, nuk është momenti dhe sidomos që ka punuar në këtë punë, e di. Ashtu. Sidomos ti që ke redaktuar, e di. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Por mua më pëlqen. Sepse një prej temave që kemi trajtuar, faktikisht, ke shumë të drejtë. Një nga vrasjet më të mëdhenj patjetër që ka dhe ushqime të tjera është sheqeri. Në momentin që ne çaj goditëm shumë, dorë? Goditëm shumë? Kujdes. Kemi mikrofonat ndoshta dhe bëjmë zhurmë. Mirë, sepse do të flasim pak më vonë për këto temat e ushqimeve që janë të pashëndetshme, gjithmonë duke ruajtur atë ekuilibrin, ai mesi art është gjithmonë zgjidhja e duhur. Por edhe këto që kanë gatuar, këto gatime tradicionale, kanë qenë bio. Patjetër kanë qenë bio dhe nuk e gje sheqerin kudo, tani e gjen kudo sheqerin. Atëherë ka qenë sheqeri kuq i maliqit, sheqeri panxharit. Se mund të mendoj dikush tani që na ndjek që gjyshja ime ka konsumuar me luftë sheqerin dhe jetoi 100 vjet. Po. Ka dhe për këtë një shpjegim. Ama këtë ma thuaj, të lutem. E pjekim tani. Të ma thuaj.
Po mirë se kanë ndryshuar dhe ushqimet. Është një industri e tërë që punon, Në ket furrë, sheqerin kudo e gjen sheqerin. 200 gradë, o bura me vrap. Dhe do ta shërbetosim me njerë pasi të piqet, do të fryhet patjetër nga prania e vezëve. Shohim dhe një përmbledhje tani të produkteve dhe ne do të kalojmë tek receta e dytë. Shohim shëndetlije tradicionale me arra. 3 gota miell, 1 gotë sheqer, 2 lugë gjelle mjalt, 3 vezë, arra, pak sodë, gjalp, ujë, kakao dhe vanilje. Përgatisni paralelisht edhe shërbetin me sheqer, 3 gota dhe ujë 2 gota e gjysmë. Shtrydhini dhe 1 limon brenda, mund t'i vendosni. Ose limon toz. Po, kanell ose karajfil. Ne kemi gati dhe shërbetin, kur të piqet brumi që vendosëm, do të presim. Njëra e vakët i tranzit si është ky raporti. Si do që ti do të sheftot ajo dhe mjafton që t'jenë 2 të kundërta. Okej, përgatitemi për recetën e dytë, po fillimisht bëjmë një shkëputje. Shkojmë të këtë njëjtat neve. Ku do shkojmë tani? Ne shkojmë të një... Çfarë mund t'jeta me miell misri dhe miell gruri? Pispili. Pispilia është. Bëjmë atë provën klasike, nëse është pjekur apo jo. Dhe më pas vendosim. Kam përshtypjen ka nevojë dhe pak, se ka brume ende brenda. Ngjit, shife? E poshtme, në rezistencën e poshtme. Shifeni? Sepse do... Aty e është bërë... pak? Jo, s'është bërë akoma. Përshëndetjen base po. Se e kemi lënë fiksa minuta merë, sipas furrës tonë, dhe më do t'ja u sjell tani që të mos e lë të erësohet më tepër, shpresoj dhe të ketë kulluar, dhe gati për ta shërbetosur shëndetlijen tonë. Shifeni pak? E lë, derisa të ftohet shumë pak. Po, do të ftohet edhe të bjerë pak nxehtësia. Jo, nuk do të ftohet tamam, sepse unë kam... Po, është më mirë tani. Atëherë, sa të bëhet, kalojmë. Shumë pak e lëm, se më duket se ta lëm që të kulloj dhe pak, ha? Nuk e kaloj në një vend në mes, absolutisht. Derisa. Pra ishte i vakët shërbeti, shëndetlia e sapo nxjerr nga pjekja, nga furra. Ja, e largojmë që këta të bimët aromatike nëse pengojnë, ha? Një, kemi. Ja të tillë. Dhe sërisht, do ta shërbetos. Derisa të përthithet, të ftohet Çfarë mirë. duhet? Normalisht vendoseni një tepsi për sipër. Po. Dhe është gjëja më e mirë. Ja. Do ta lëm të ftohet, mirë është pastaj edhe të vendoset edhe në frigorifer. Ashtu e freskët shijon më mirë, por kemi gatuar në një stin më të ngrohtë, kemi shoqëruar dhe me akullore. E tillë. Gjëja më e mirë është e tillë. Dhe sërish të lë se do më duhet për një shërbetosje tjetër. Po, e ka përse, do t'i shtosh tjetër? Po, pa tjetër që do t'i shtoj, sepse është akoma e nxehtë dhe vendos pjesën e një taliere, një tepsie, që të ruaj. Edhe ato gozhdët e karefilit, sepse lëshojnë sa do pak edhe ato aromën, aty jep edhe bukurinë. Super. Nëse ju do të bëni me prerje, pa tjetër që shërbeti do shkoj më shpejt. Unë nuk bëra prerje, për çfarë arsye? Sepse kur unë shtoj shërbetin, fillojnë dhe hapen pjesët e ndarjes. Bëj pak sa të lehtë. Ja, pak sa të lehtë. Deri aty ku nuk e preve, po duroni, po tani që edhe po e pret. Kërkon që të kulloj. Kërkon që të kulloj. Po. Unë do ta shijoja të freskët, duke e lënë të ftohet në frigorifer dhe duke i shtuar edhe pak akullore sipër. Opa! Merr edhe një gotë të servirim edhe këtë çaj. Nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën, por ne kështu i kemi gatimet. Nuk kam se të shoqërohen me njëra tjetrën. Kemi ëmbëlsirën këtej, çajin, pispilin, supën, kështu që për gjitha vaktet ose për programimin e menus tuaj javore, mund t'i referoheni shumë recetave të cilat i kemi sjell edhe të rafërta me njëra tjetrën për t'i kombinuar në vakte të caktuara. Mos harroni në YouTube-in ton Reze Dielli, gjeni plot e përplot receta. Imagjinoni, çdo ditë gatuhen 3 deri në 4 receta në hapësirën ton, sepse zgjidhen të tilla recetat janë të shpejta dhe të mos kenë kosto
për xhepin tuaj. Pra, shtosh edhe arra sipër? Arrat. Pra edhe kur ta shërbejmë në një pjatë, tek copa individuale, me arra sipër, kakullore, si të doni ju. Po, arrat e plotsojnë tani atë pamjen e shëndetlijes tradicionale. Është në rregull,